A je ke pyetur ndonjëherë pse disa burra gjejnë kaq shumë gëzim në dhënien e gëzimit? Sot dua të marrë në një udhëtim brenda psikes mashkullore. Një udhëtim ku seksualiteti nuk është vetëm një akt fizik, por bëhet një urë drejt emocionales, shpirtërores dhe madje arketipores. Nga përvoja ime kam mësuar, pas çdo momenti intim fshihet një simbol, një kuptim dhe një e vërtet e pandërgjegjshme që shpesh mbetet e fshehur edhe për vetë të përfshirët. Kur një burr i jep kënaqësi partneres së tij, kur merr kohë, është i vëmendshëm, i përkushtuar, kur eksploron me buzë dhe gjuhë, ai nuk prek vetëm një tru. Ai prek gjithashtu të pandërgjegjshmen, hyn në një dialog me perëndeshën e brendshme që çdo grua e mban në vete. Kështu ky akt bëhet më shumë se instinkt. Ai bëhet një lloj flijimi, një adhurim, një vallëzim mes animus dhe anima, mes mashkullores dhe femërores. Në atë moment burri pushon së qeni thjesht një i dashur, ai bëhet një alkimist i ndjenjave, një skulptor i ndjesive, një poet i lëkurës. Por çfarë e lëviz në të vërtetë këtë burr? Është dëshira, kurioziteti, apo ndoshta nevoja për të gjetur diçka që atij vetë i mungon? Pyet veten, sa shpesh në intimitet kërkojmë diçka që shpirti ynë e dëshiron, por nuk e themi dot. Kur një burr jep kënaqësi, nuk bëhet fjalë vetëm për tjetrin, është edhe një formë shërimi të brendshëm. Çdo burr mban në vetvete një anë femërore, animën. Shpesh ajo shtypet ose madje frikësohet. Por në momentin kur ai është i butë, i vëmendshëm, merr kohë dhe vërtet dëgjon, ai lidhet me këtë anë. Çdo prekje, çdo gjest bëhet një ritual i vogël. Pa e ditur, ai punon mbi integrimin e tij, bëhet më i prekshëm, më i vërtet, më njerëzor. Dhe pikërisht aty qëndron dhurata, ndërsa kujdeset për trupin e gruas, ai zgjon edhe një pjesë të shpirtit të tij. Ai kupton se vlera e tij nuk qëndron vetëm në performancë ose teknikë, por në aftësinë për të nxitur ndjenja, për të krijuar afërsi dhe për të ndërtuar një intimitet të vërtetë. Kjo e bën atë më të butë, më të vërtetë dhe më njerëzor. Tani të pyes, mendon se mënyra se si dikush jep kënaqësi tregon diçka për pjekurinë e tij emocionale? Beson se një burr që i dorëzohet kështu afrohet më shumë procesit të tij të individuimit? Shkruaje mendimin tënd në komente. Dhe nëse dëshiron të zhytësh më thellë me mua në këto tema, abonohu në kanal. Sepse këtu nuk flasim vetëm për psikologjinë, flasim për shpirtin, për atë që mbetet e pathënë, por që të gjithë e ndjejnë. Në pjesën tjetër do të bëhet interesante, do të shohim se si pushteti, seksualiteti dhe e pandërgjegjshmja mashkullore lidhen. Sepse në çdo moment intim ndodh më shumë se sa çfarë shihet. Ka një vallëzim të padukshëm, një lloj pushteti dhe cenueshmërie që mendja jon racionale mezi e kupton. Disa burra ushtrojnë pushtet në këto momente, por jo brutalisht, por në mënyrë të hollë. Ata përcaktojnë ritmin, kohën, kur japin, kur ndalojnë, kur e çojnë partneren deri në kufi. Kjo mund të jetë e dashur dhe lidhëse ose egoiste dhe kontrolluese. Dallimi qëndron nëse burri ka bërë paqe me anën e tij të hijes. Nëse jo, seksualiteti mund të bëhet lehtësisht një mjet për lojra pushteti. Nëse po, ai mund të bëhet shërim, takim dhe rritje. Pyet veten, nga ku vepron ti kur jep kënaqësi? Nga dashuria, nga egoja, apo ndoshta nga një plagë e vjetër? Seksualiteti është gjithmonë edhe një pasqyrë e botës sonë të brendshme. Nëse të pëlqyen këto mendime dhe do të shkosh më thellë, qëndro me ne, kjo është vetëm fillimi. Lidhja mes dëshirës mashkullore dhe nevojës së pandërgjegjshme për t'u ndjerë i dobishëm dhe emocionalisht i vlerësuar. Ne vazhdojmë këtë udhëtim në të pandërgjegjshmen. Tani dua të marr edhe më thellë. Kemi folur tashmë për pushtetin, për anët e errëta dhe për kushtimin, por ka diçka tjetër që prek një tel shumë të ndjeshëm në shpirtin mashkullor. Po flas për nevojën e pandërgjegjshme të shumë burrave për t'u ndjerë të nevojshëm, të rëndësishëm dhe të pranuar emocionalisht. Pas çdo prekjeje, pas çdo detaji të dashur, shpesh fshihet dëshira për t'u parë jo vetëm nga trupi i partneres, por edhe nga shpirti i saj. Shumë burra mësojnë që fëmijët të jenë furnizues, zgjidhës problemesh ose mbrojtës.
por pothuaj se askush nuk u mëson atyre që ata mund të shihen thjesht për atë që janë. Kështu, kur një burr jep kënaqësi, është i vëmendshëm, kujdeset, i kushton rëndësi çdo detaj të vogël, në thelb ai po kërkon diçka tjetër, një shikim, një pëshërtim, një shenjë që i thotë, je i rëndësishëm. Ajo që bën ka vlerë, je i parë dhe i vlerësuar. Për të pandërgjegjshmen mashkullore, kjo është si ushqim, si konfirmim emocional, si një copë sigurie ekzistenciale. Këtu hyn në lojë një imazh i rëndësishëm në psikologjinë e thellë, arketipi i herojit. Në këtë dhënie burri simbolikisht përmbush rolin e tij si hero i brendshëm, jo si pushtues i vendeve, por si pushtues i zemrave, ndjenjave dhe momenteve të cenueshme. Por çfarë ndodh kur kjo njohje mungon? Kur ai jep, por nuk ndjen asnjë rezonancë emocionale, atëherë lindin plagë, zhgënjime, madje edhe një mllef i heshtur që grumbullohet në të pandërgjegjshmen. Prandaj është kaq e rëndësishme që burri të mësojë të nxjerrë vlerën e tij jo vetëm nga miratimi i jashtëm, por nga lidhja me animën e tij, me botën e tij të brendshme emocionale. Tani të pyes, a e ke ndjerë ndonjëherë që përkushtimi yt fizik apo emocional nuk u njoh ashtu siç shpresoje? Shkruaje në komente, sepse pikërisht këtu duam të reflektojmë së bashku, pa maska, pa frikë. Nëse nuk je abonuar ende, bëje tani. Në episodin tjetër do të flasim për diçka për të cilën pothuajse askush nuk flet, rolin e cenueshmërisë mashkullore në seksualitet dhe se si ajo mund të bëhet një derë drejt afërsisë së vërtet emocionale. Le të qëndrojmë pra në këtë udhëtim në të pandërgjegjshmen. Tani flasim për një temë që për një kohë të gjatë ishte varrosur në shtresa krenarie, frike dhe pritshmëri shoqërore, cenueshmërinë mashkullore. Për breza me radhë na është mësuar se burrat duhet të jenë të fortë, të palëkundur, të kenë nën kontroll ndjenjat e tyre. Që të qash, të dyshosh ose të kesh nevoja është shenjë dobësie. Por psikologjia e thellë na tregon se kjo është një gënjeshtër e madhe. Një gënjeshtër që ka lënduar miliona burra, ka heshtur zemrat e tyre, ka mbajtur shumë të mbyllur në mburoja emocionale, të paftë për afërsi të vërtetë. Pikërisht në momentin intim, në këtë përkushtim të plot, cenueshmëria mashkullore gjen një dalje. Kur një burr i dorëzohet partneres së tij, kur lëshon kontrollin, kur është plotësisht i pranishëm në moment, ai tregon shpesh pa e ditur fytyrën e tij të vërtetë, njerëzore. Ky përkushtim thotë, ja ku jam, pa mbrojtje, pa maskë, vetëm unë, me ty. Por pikërisht kjo zgjon edhe frikëra, të mos jesh mjaftueshëm, të mos shkaktosh reagimin e dëshiruar, të refuzohesh. Pasiguri të tilla shpesh përfundojnë thellë në të pandërgjegjshmen. Nëse nuk përpunohen, ato shndërrohen në bllokime, në vështirësi për të lejuar afërsi të vërtetë deri në ndjesinë e boshllëkut të brendshëm, edhe pas momenteve pasionante. Prandaj brenda burrit nuk bëhet fjalë vetëm për të mësuar teknika ose për të përmbushur pritshmëritë e jashtme. Bëhet fjalë për të pranuar cenueshmërinë e tij, për t'u pajtuar me të dhe për të kuptuar. Të tregosh veten ashtu siç je nuk të bën të dobët, të bën thellësisht njeri. Merr pak kohë, merr frymë thellë dhe pyete veten, sa shpesh je frikësuar të jesh i pambrojtur në intimitet? A mund të ishe thjesht vetvetja, pa frikë nga gjykimi, apo ke preferuar të fshihesh pas një imazhi të forcës artificiale? Ndaje përvojën tënde në komente, sepse edhe ndarja është një formë shërimi. Dhe nëse kjo temë të prek, nëse ndjen se lëviz diçka brenda teje, abonohu në kanal. Këtu flasim për gjëra që askush tjetër nuk i shpreh. Në pjesën tjetër do të flitet për diçka thelbësore, rolin e gruas, sepse shpesh ajo, pa e ditur, është çelësi i qasjes emocionale të burrit në pambrojtjen e tij. Dhe kjo ndodh në mënyrë të pandërgjegjshme. Mënyra se si një grua reagon ndaj dorëzimit të burrit, nëse ajo mund ta pranojë, ta konfirmojë, ta marrë me mirënjohje apo nëse është indiferente, gjykon ose e refuzon emocionalisht, e gjitha kjo ka një ndikim të drejtpërdrejtë, shpesh të vështirë për t'u rikthyer mbi psikikën mashkullore. Imagjino këtë, kur një burr dorëzohet, ul vigjilencën dhe tregon pambrojtjen e tij, ai vendos pjesën më të brisht të vetes në duart e partneres së tij.
A i thot pa fjalë, ja ku jam, pa mburoj, pa mask, dhe shpresoj të pranohem ashtu si që jam. Reagimi i gruas në atë moment bëhet një mesazh i drejt për nënvetdijen e tij. Nëse ajo e pranon me butësi, empati dhe konfirmim emocional, ai ndjen se pambrojtja e tij është një vend i sigurt, se shfaqja nuk është rrezik, por një mundësi për lidhje më të thellë. Nëse përgjigjja është në vend të kësaj gjykuese, tallëse ose indiferente, plaga mund të jetë aq e thellë sa që ai të mos shfaqet më i pambrojtur për një kohë të gjatë, ndoshta kurrë më. Kjo është shpesh fillimi i një cikli të mbylljes së brendshme. Ai vepron nga frika, hyn në mbrojtje, tërhiqet emocionalisht. Më e dhimbshmja, shpesh as ai vetë nuk e kupton pse është bërë i ftohtë, i largët ose i paaftë të rilidhet emocionalisht. Nënvetdia e tij përpiqet ta mbrojë nga një plagë që nuk do ta ndiejë më. Prandaj është kaq e rëndësishme që gruaja të kuptojë fuqinë që ka, jo fuqinë e kontrollit, por atë të mbajtjes emocionale, të jetë hapësira e sigurt ku ai mund të marrë frymë, të qetësohet dhe të shfaqet pa frikë. Kjo nuk do të thotë se ajo duhet të marrë përgjegjësinë e tij emocionale, por që të jetë e vetëdijshme për ndikimin e reagimit të saj. Sepse çdo gjest, çdo fjalë, çdo shikim dërgon një mesazh të drejtë në shpirtin e tij. Të ftoj të reflektosh. Nëse je grua, a ke vënë re se si reagimi yt ndaj pambrojtjes së një burri ka ndikuar në mënyrën se si ai lidhet me ty? Dhe nëse je burr, a kujton një moment kur mungesa e konfirmimit emocional të ka lënduar në dorëzimin tënd? Shkruaj mendimet e tua në komente. Në këtë kanal eksplorojmë të pandërgjegjshmen, të padukshmen atë që ndihet, por rrallëherë thuhet. Nëse kjo të ndihmon të kuptosh më mirë veten, abonoju. Në pjesën tjetër do të flitet për diçka shumë të thellë, si dhurimi i kënaqësisë mund të bëhet një proces shërimi i plagëve të vjetra si për burrin ashtu edhe për gruan. Qëndrojmë në këtë udhëtim të vetëdijësimit dhe ndryshimit. Tani dua të eksploroj me ty një aspekt të seksualitetit për të cilin rrallë flitet, por që është pothuajse gjithmonë i pranishëm si një jehon e qetë në çdo moment intim, seksualiteti si proces i shërimit emocional. Për vite me radhë kam parë në terapi, për shumë burra dhurimi i kënaqësisë nuk është vetëm fizik ose emocional, por gjithashtu thellësisht simbolik dhe shërues. Kur një burr dorëzohet dhe eksploron trupin e partneres së tij me butësi, vëmendje dhe prani, ai prek pa vetdije kujtime të vjetra, jo vetëm të tijat, por edhe ato të sistemit të tij familjar, plagë refuzimi, braktisjeje, poshtërimi, shkëputjeje emocionale, plagë që ndoshta nuk filluan me të, por me baban, gjyshin ose edhe më herët. Çdo gjest kujdesi, çdo puthje, çdo prekje bëhet atëherë një akt simbolik riparimi. Është sikur t'u thoshte atyre pjesëve të lënduara të historisë së tij, sot zgjedh dashurinë, sot zgjedh kujdesin, sot zgjedh të krijoj një hapësirë ku kënaqësia dhe jo dhimbja të jetë gjurma që lë në trupin dhe shpirtin e partneres sime. Më e bukura është, kjo shërim është i ndërsjellë. Ndërsa burri shërohet, ai I jep gruas mundësinë të lidhet përsëri me trupin e saj, me besimin dhe të drejtën e saj për kënaqësi. Mendo, sa shumë gra mësojnë herët të turpërohen për dëshirat e tyre, sa shumë marrin mesazhe faji, frike ose nënvlerësimi të kënaqësisë së tyre. Në momentin intim burri nuk prek vetëm lëkurën e saj, por edhe plagët e saj emocionale të vjetra. Dhe kur takimi është I vetëdijshëm, kur të dy u japin hapësirë shpirtit të tyre pa maska, ndodh një alkim e vërtet emocionale. Dhimbja kthehet në dashuri, distanca në lidhje, frika në besim. Nuk bëhet fjalë për teknika, pozicione ose receta bosh. Bëhet fjalë për praninë, vetëdijen, për të parë tjetrin dhe për të thënë me çdo gjest, unë të shoh, të pranoj, ti je I mjaftueshëm. Ndërkohë, nënvetdia e të dyve punon në heshtje, riparon, integron, lëshon. Merr një moment, mbyll sytë dhe pyet veten, sa shpesh ke ndjerë në një moment intim se diçka më e thellë po shëroi diçka përtej momentit. Ndaje lirisht në komente. Kur flasim nga shpirti, frymëzojmë të tjerët të bëjnë të njëjtën gjë. Dhe nëse ende nuk je këtu, abonoju në kanal.
Këtu eksplorojmë atë që të tjerët preferojnë ta fshehin. Në pjesën tjetër dhe të fundit do të flas për diçka që përmbledh të gjithë këtë udhëtim, si arti i dhurimit të kënaqësisë mund të bëhet një rrugë e individualizimit, rritjes dhe transcendencës shpirtërore. Do të shihemi në kapitullin e fundit të këtij udhëtimi në vetdije. Dhe kështu arrim në fund të këtij udhëtimi. Një udhëtim që nuk kishte të bënte vetëm me kënaqësinë fizike, teknikat ose sjelljen. Ishte një udhëtim në brendësinë e shpirtit njerëzor përmes hijeve, arketipeve dhe plagëve, por edhe përmes mundësisë së transformimit. Mbyll syt për një moment dhe merr frymë thellë, sepse tani dua të flas për konceptin që nga këndvështrimi jungian i jep kuptim gjithçkaje këtu. Individualizimi, procesi në të cilin një njeri, qoftë burr apo grua, bëhet ajo që është në të vërtetë. Kur një burr vendos me vetdije të dhurojë kënaqësi kur e sheh partneren e tij jo vetëm si trup, por si shpirt, kur lidhet me pambrojtjen e tij, me hijet e tij, me nevojën e tij për t'u parë dhe pranuar, kur integron animën e tij dhe kupton se pushteti dhe kontrolli nuk janë rrugë për tek dashuria, por mure që e pengojnë të ndjej, atëherë ai bën një hap të madh në procesin e tij të individualizimit, sepse në këtë akt ai thyen shekuj kushtëzimesh. Ai lë pas imazhin e burrit të ngurtë, të largët, emocionalisht të shkëputur dhe hapet ndaj një mashkullërie më të pjekur, më të vetëdijshme, më njerëzore. Por nuk zhvillohet vetëm burri, edhe gruaja duke lejuar këtë hapësirë të pambrojtjes, duke pranuar nga dashuria dhe jo nga gjykimi. Duke konfirmuar dhe pranuar, ajo shëron gjithashtu plagët e saj, integron energjinë e saj dhe bën hapa në procesin e saj të individualizimit. Në këtë nivel kënaqësia pushon së qeni një qëllim. Bëhet një mjet për të prekur shpirtin e tjetrit, një mjet për të parë në sytë e tjetrit dhe për të njohur se të dy janë në atë moment pasqyra që shërohen së bashku, rriten së bashku, kapërcejnë veten së bashku dhe ndoshta, pa e ditur, marrin pjesë në një nga ritualet më të lashta dhe më të shenjta të njerëzimit, takimin e dy shpirtrave që prekin njëri tjetrin jo vetëm me trupin, por edhe me vetdijen. Para se të përfundojmë, dua të lë një pyetje të fundit. Çfarë lloj dashnori do të jesh? Një që vepron nga impulsi apo një që vepron me vetdije nga empatia dhe dashuria? Vetëm ti e di përgjigjen, por mos harro, udhëtimi i vërtet shkon gjithmonë drejt brendësisë.